Ata po thonë që jam hetë në TikTok dhe po thonë shef. Për çështjen e arsimit. Rrugët dhe rrugëvica janë shtru, cilësia të në është merë. Cilësia të në është merë që janë shtru, kandidatët tjetërve që prezentajnë një foto, i kam edhe këtu, po mos më bëtë një të lojë. Tash, të kja punë, disa për rrugët që përmeni Labinoti, për shumë rruga Vërnakull dhe Mjak, është investimi qeverisë. Kërkesat kanë qenë të banorëve, janë bo, po si investim është i qeverisë. Rruga për Vërnakull është bo me kërkes tjetër, për shkak se aty ka jetu komiteti. Kërkes s'kanë bo banorë të atje kërkes. Ta është i banorë, së është 1.6 miliard është i banorë. është zonë ku ka jetu investimi 1.6 miliard është i banorë. Në regull, po tash... Qytetarë dhe më thonë... Falemderi se e tregove Arsen që jeni bashkëpunëtor me Sokolin, dhe më thonë në këta gjona. Jo kanë ere që dini ka pak më mshef, unë e kaltoj që ka qenë unë mshef, no? A flasim për ata po thonë që jam hetë në TikTok dhe po thonë mshef. Për çështjen e arsimit, me që ka rënë numri i popullsisë në vitin. Fshatrat shpopullohen, ndërkohë mbi ngarkesa në qytet është e jashtëzakonshme. Ka nevojë për qerdhe publike, ka nevojë për më shumë anekse shkollore, sa është bërë dhe ju duke qenë nivelin qeveritar, sa keni bërë për vitin? Për të hapur qerdhe të reja. Unë vetëm kështu. Vitini Sokollit e ka gjetë me një qerdhe, që është para 50 vite, edhe për Sokolin da e këshmet me qatë qerdhe. Kanë qenë 2 qerdhe tjera me një. Një shtetënore, tjetra privata, e kuptohet. Ku është e tjetra? Po të lutem vazhdo. Që flak është investimi qeverisë, nuk e ka po Sokolli. Qerdhe në që flak, mësë dhe qerdhe në